Ndodh zyrtarisht puthja e parë në shtëpinë e Big Brother VIP Kosova. Banorët e Big Brother VIP Kosova, Eduard Kuqi dhe Dolçe, po krijojnë një lidhje të veçantë brenda shtëpisë më të famshme në vend. Dyshja duket se po afrohen gjithnjë më shumë, duke dhënë sinjale të qarta për një nisje të mundshme romantike. Tani zyrtarisht ka ndodhur puthja e parë në shtëpi, gjersa Eduardi dhe Dolçe vazhdojnë të kenë momente intime dhe afërsi. Këto gjeste kanë filluar të tërheqin vëmendjen e banorëve të tjerë dhe të audiencës që ndjek programin. Së fundmi, Edi është parë duke e puthur Dolçen edhe në bel dhe më pas duke e kafshuar në krah. Ndërkohë, banorët e tjerë duket se po përpiqen të ruajnë balancën mes miqësisë dhe kuriozitetit për marrëdhënien e Eduardit dhe Dolçes, ndërsa situata vazhdon të zhvillohet ditaditës. Kjo marrëdhënie e re brenda Big Brother VIP Kosova pritet të jetë një nga temat më të komentuara, ndërsa fansat presin të shohin se si do të evoluojë lidhja mes Eduardit dhe Dolçes gjatë spektaklit. Big VIP Albania raportoi sot më parë për kafshimin që Dolçe i bëri Edit, por dhe për thashethemet e çiftitit të parë. Dolçe provokon duke e kafshuar në vesh Edin. Dolçe dhe Edi kanë shijuar mëngjesin në krahët e njëri tjetrin. Ishte Dolçe ajo që e përqafoi Edin dhe në një moment edhe i kafshoi veshin. Kështu e dua mëngjesin unë, tha Edi. Me afërsinë e dyshes duket se po krijohet një çift në Big Brother VIP Kosova 4. Big VIP Albania ju ka informuar dje se Edi dhe Dolçe janë e çifti i parë i Big Brother VIP Kosova sezoni 4. Ja çfarë u tha dje? Në shtëpinë e Big Brother VIP Kosova, raporti mes Edi dhe Dolçes duket se po bëhet gjithnjë më i ngushtë, duke hapur rrugë për dyshime të forta se mund të ketë ndodhur puthja e parë e këtij edicioni. Në një video që po qarkullon në rrjetet sociale, dyshja shihen të shtrirë shumë afër, në krahët e njëri tjetrit, duke krijuar një atmosferë intime që ka ngritur menjëherë reagimet e publikut. Në një pamje tjetër, Edi dhe Dolçe shihen sërish të afërt, duke u ledhatuar me butësi. Në një moment, Dolçe dëgjohet duke i thënë Edit: "Të rrim këtu me tërë këtë torturë." Pas kësaj fjale, ajo ndal së foluri kur Edi e shikon nga afër dhe momenti duket sikur përfundon me një puthje. Edhe pse këndi i kamerës nuk e konfirmon plotësisht. Menjëherë pas afërsisë, Dolçe i thot: "Ik se na doli zemra vendit." Ndërsa Edi, duke kuptuar se janë në vëzhgim, vijon: "Një send jemi duke harruar shumë" dhe bën me dorë drejt kamerave, duke nënkuptuar se shpesh humbin kontrollin e faktit se çdo moment i tyre transmetohet. Ky moment tashmë është bërë viral dhe ka ndezur debatin në rrjete, ndërsa publiku pret të shohë nëse produksioni do të sqarojë në prime nëse ka ndodhur vërtet puthja e parë e këtij sezoni. Në shtëpinë e Big Brother VIP Kosova 4 duket se po lind një tjetër raport i veçantë. Edi dhe Dolçe, të cilët prej ditësh kanë tërhequr vëmendjen e publikut me afrimitetin e tyre, mbrëm u shfaqën sërish shumë pranë njëri tjetrit. Dyshja shijuan një moment të qetë emocional gjatë performancës live të këngëtarit Kushtrim Kelani, i cili solli në shtëpi hitin e Sinan Vllasaliut Plagët e Lirisë, ndërsa kënga krijoi një atmosferë intime dhe nostalgjike. Dolçe duke më relaksuar se kur në krahët e Edit. Të qeshurat e saj nuk ndaleshin, ndërsa Edi dukej se shijonte çdo sekond të kësaj afërsie, duke i dhënë edhe më shumë shkas thashethemeve brenda dhe jashtë shtëpisë. Banorët i kanë vënë re afrimet e tyre të shpeshta, por të dy duket se e shijojnë këtë raport pa shumë zhurmë, ndërsa publiku vazhdon të spekulojë nëse kemi të bëjmë me një miqësi të fortë apo diçka që mund të marrë tjetër drejtim me kalimin e ditëve. Në çdo rast, Edi dhe Dolçe janë kthyer në një nga dinamikat më të ndjekura të këtij sezoni. Nëse ju pëlqeu kjo video, shkoni në kanalin e YouTube-it Big VIP Albania Kosova, që e gjeni në bio. Mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e ziljes që të informoheni për videot më të reja.